Personat që shihnin në këtë fotografi janë Shefit dhe Dashuri Rapaj, jeta bashkëshortore të cilëve përfundoi tragjikisht të martën në kuman të Roskovecit. Në motive ende të paqarta, 80 vjeçari vrau në banesë marrëmzjarri bashkëshorten, 75 vjeçaren Dashuri Rapaj dhe më pas i dha fund dhe jetës së tij. Fqinjët treguan se përpara të shtënave u dëgjuan ulërima, ndërsa i moshuari mësohet se ka tërhequr me forcë gruan nga obori i banesës drejt ambienteve të brendshme. Gruaja ime ka çubdaje. Nuse jem, gëzdaj. Ajo është 80 vjeçë, plaka ime është 67. Më i kone parë që kanë njohur unë, sa kanë qenë të rinjë tu, vitet mirë tani, ndryshimi demokracisë tani. Dimun çka kanë ndodhur tani. Po më para kanë shkuar mirë nga ne. Kanë shkuar shumë mirë. Tani çfarë them? Fëmija, po rrit fëmija prishë shtëpia. Çfarë them unë? Çfarë them te? Bashkëshortët Rapaj sipas banorëve të kumanit nuk kishin konflikte të theksuara. Jo, më ke policisierë dal aty. Qyshe Shefiti, ka pra të qoqe, ka pra dhe vetën, ka i diu. Kam patur konflikte më përpara? Nuk e di një se ta janë të ardhur. Ajo e shoqe që të mund, ajo marrë shumë keq për atë. Se ajo shikon të vetëm punën, s'dinte ajo, asë jetë. Ajo jetë i shpi, merësh, ajo është të jake, s'dite nga shpia kur shkë. Jo, më si ishin atë gjendë, ja ta gjuna të thuash. Djetë drejtje merë vesh të punësh. Jo. Ne po çuditemi. Prindër të 9 fëmijëve njiheshin si familjar të qetë, por disa kohë më parë, sipas fqinjve, 80 vjeçari kishte pusuar një incident me armë dhe ishte lënduar në këmbë. Burimet të pakonfirmuara zyrtarisht thanë se disa ditë më parë kishte ndodhur një konflikt familjar ku ishte përfshirë dhe djali i vogël i bashkëshortëve. Ky fundit kishte mbërritur nga Greqia disa kohë më parë. Paraprakisht policia thotë se vrasja e dy fishtë ka ndodhur për motive banale, megjithatë hetimet vijojnë. Çifti Rapaj nga Berati ishin shpërngulur 20 vite më parë në kuman të Roskovecit.